kryetare, të nderuar kolegë deputet, unë doja të flisja në fakt në favor të kalendarit dhe të programit që do të votohet sot, meqense në konferencën e kryetarëve nuk u votua me konsensus. Natyrisht që grupi jon parlamentar është pro për të ecur përpara me një agjendë të ngarkuar, duhet thënë, në këto 2-3 seanca të mbetura deri në fund, para se parlamenti të fillojë me drejtën e vet, gjithashtu siç e ka dhe ligji, pushimet, por kemi punë shumë përpara, sepse janë rreth 20 akte për të miratuar, edhe më lejoni t'ju kujtoj të nderuar deputet të opozitës që parlamenti nuk fillon dhe mbaron në këtë foltore, nuk zhvillohet vetëm ditën e njëjtë, por gjatë gjithë javës. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projekt ligje. Dakord, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projekt akte për 2-3 seanca, t'i bëjmë 40 po të doni, por duhet Mos flisni nga vendi. Dikush duhet punoj, dikush duhet vinë në mbledhje, dikush duhet të jetë aty jo vetëm për quorum, po edhe për të marrë pjesë në procesin e miratimit të projekt akteve që siç e thash nuk fillon këtu, fillon nga komisionet. Ta dinë edhe të gjithë shqiptarët, Partia Socialiste, grupi parlamentar i Partisë Socialiste e bën vetë gjithë procesin në mungesën tuaj. Ju bëni vetëm këtë seancën tuaj të zakonshme të procedurës, të fjalës për procedurë dhe të diskutimeve jashtë rendit ditës totalisht. Është e drejta juaj ta ndërtoni vetë politikën si të doni, por ama duhet ta dinë edhe të tjerët, edhe qytetarët, edhe ata që nuk i ndjekin punimet e komisioneve, përgjithsisht ata që janë të interesuar i ndjekin, ju nuk vini në komisione. Dhe nëse ka komisione që nuk krijojnë quorum, kjo vjen për shkak se shumë pak atëre, për të qenë 100% korrekt, shumë pak antarë të komisioneve nga opozita marrin pjesë nëpër komisione. Pra, hajde t'i miratojmë 40 projekt ligje po të doni, por dikush duhet punoj. Ne po bëjmë pjesën tonë, me ju apo pa ju, do ta mbyllim me shumë sukses këtë kuvend për të filluar pastaj në shtator. Shumë faleminderit.